Në Spitalin Bashkiak dhe Poliklinikën e Lushnjës është vënë re kohët e fundit një rritje e ndjeshme e numrit të vizitave mjekësore, kryesisht si pasojë e uljes së temperaturave dhe përhapjes së virozave sezonale. Burime nga stafi mjekësor bëjnë me dije se institucionet shëndetësore po përballen me një fluks të shtuar pacientësh nga të gjitha grup moshat, që nga foshnjat deri te të rriturit. Pacientët paraqiten kryesisht me probleme respiratore, temperaturë të lartë, koll dhe infeksione virale, duke rënduar ndjeshëm shërbimin e urgjencës dhe poliklinikën kryesore të qytetit. Sipas të dhënave zyrtare të siguruara vetëm gjatë muajit janar, numri i paraqitjeve në urgjencën e spitalit ka qenë dukshëm më i lartë krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, çka tregon shtimin e rasteve virale. Mjekët specialistë dhe mjekët pediatër jashtë kamrave theksojnë se virozat sezonale janë shtuar ndjeshëm dhe apelojnë për më shumë kujdes, veçanërisht ndaj fëmijëve. Ata këshillojnë qytetarët që të mos neglizhojnë simptomat e para dhe të kërkojnë ndihmë mjekësore në kohë për të shmangur komplikacionet. Mjekët këshillojnë gjithashtu shmangjen e ambienteve të mbipopulluara, ajrosjen e shpejtë të ambienteve dhe përdorimin e maskave në rast simptomash. Kujdesi veçantë duhet treguar për fëmijët, të moshuarit dhe personat me sëmundje kronike. Institucionet shëndetësore mbeten në gatishmëri për të përballuar fluksin e shtuar gjatë kësaj periudhe sezonale.